أمي حياتي وجنتي انت عيوني وبسمتي حبك شعاع بموجتي والشعر من حبك يسيل والشعر من حبك. Selamu alaikum shikues të nderuar. Paqja, mëshira dhe begatia Allahut qofshin mbi ju. Takohemi këtu për të realizuar së bashku emisionin ton dhe tuajin të jetojmë me Islam. Tema të cilën do ta trajtojmë sonte ka të bëjë mbi dhikrin apo përmendjen e Allahut. Mysafiri jon në këtë emision është hoxha i nderuar Nejat Ceka. Hoxha i nderuar, selamu alaikum dhe mirëseardhje. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu, mirëseardhje. Faleminderit për ftesën. Hoxha i nderuar, së pari, çka do të thënë dhikri apo të përmendurit e Allahut? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pikë pare falenderojmë Allahun Dhul Xhelal për mirësitë të cilat na i ka dhënë, pastaj dërgojmë salavatet dhe selamet mbi të dërguarin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Sa i përket dhikrit në përkthimin e gjuhës shqipe, dhikr do të thonë përmendje, ose në qoftë se marrim në gjuhën arabe ka për qëllim ruajtjen e diçkahit. Kurse sa i përket aspektit fetar, definicioni i dhikrit është të përmendet Allahu subhanahu wa taala, siç thojmë na subhanallah, siç themi elhamdulillah, siç themi Allahu akbar. Një ashtu këtu hin edhe leximi i Kuranit, llogaritet prej dhikrit të përmendurit të Allahut Dhul Xhelal. Gjithashtu këtu hin edhe, siç thot Imam Nevawi rahimullah, çdo vepër e cila bëhet në respekt ndaj Allahut subhanahu wa taala llogaritet prej dhikrit të përmendurit e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është një farë përkufizimi i përgjithshëm çka të mund ta kenë të qartë shiqosit se çfarë kuptimi ka dhikri në Islam. Hoxha, mund të na tregoni vlerën që ka dhikri në Islam? Sa i përket vlerës së dhikrit, në shumë ajete kuranore dhe në shumë hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam potencohet vlera e dhikrit, pra të përmendurit të Allahut subhanahu wa taala. Ne do të ndalemi tek disa ajete dhe tek disa hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga se burimi i muslimanëve për të nxjerrë argumentet e fesë është Kurani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej atij marrim çdo argument dhe aty ndalemi ne si musliman, sepse janë të shenjta për besimtarin Kurani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të flitet për vlerat e dhikrit është diçka e madhe dhe është diçka e gjatë, për të cilën ulemat në Islam kanë shkruar libra të ndryshëm në lidhje me dhikrin. Për librave më të njohur në historinë islame është libri i Imam Nevaviut rahimahullah, libri me titullin El Adhkar, i cili është i përkthyer edhe në gjuhën shqipe. Këtu autori ka përmbledhur të gjithë dhikret dhe të gjithë të përmendurit të Allahut subhanahu wa taala në kohë dhe në vende të ndryshme, ku për çdo rast muslimani mund të gjendet edhe ta përmend Allahun subhanahu wa taala sipas vendit ku gjendet. Gjithashtu një prej librave më interesant, më të parshme të historisë islame është edhe fjala e bukur apo El Kelimut Tayyib e Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Edhe ky libër është i përkthyer në gjuhën shqipe, ndërsa libri i cili i rumbullakson edhe i kap krejt elementet të cilët e dhikrit të cilët i nevojiten muslimanit në jetën e tij është libri Hisnul Muslim apo Mburoja e muslimanit, është i përkthim
ndoshta më shumë se 100 gjuhë të botës, është i përkthim edhe në gjuhën shqipe. Prandaj edhe si titulli i librit, një ashtu edhe kuptimi i librit Hisnul Muslim, mburoja e muslimanit, ku muslimani me anë të dhikrit mbrohet prej shejtanit, prej gjinëve dhe krijesave tjera. Andaj kjo është libri të cilin duhet ta ketë çdo bibliotekë islame, pra mburoja e muslimanit, autorit Dr. Said ibn Ali ibn Waf al-Qahtani, është prej librave që i ka të gjithë dhikret të përmbledhura me një vend dhe është i shkurt, bile është edhe një botim i xhepit, broshure vogël, që mund çdo kush ta mban me vete. Këtu muslimani ka të gjithë dhikret të cilët i duhen atij gjatë jetës tij. Hoq, në një ajet kuranori thuhet se dhikri Allahut është më i madhi. A mund të na tregoni pse? Kjo është diçka për të cilën kanë folë disa prej mufesirinëve, ku Allah subhanahu wa taala thot në Kur'an: "Wala dhikrullahi akbar." Dhe të përmendurit e Allahut është diçka më e madhe. Pse? Sepse në ajetin tjetër që ka dëshirishim të flasim në lidhje me disa vlerat të dhikrit, këtu do të hapem edhe do të gjanohem më shumë, ku Allah subhanahu wa taala në Kur'an thot: "Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wala takfurun." Më përmendni ju mua, t'ju përmendi unë juve. Për këtë arsye, kur e përmend ti Allahu xhaleshanuhu, Allahu të përmend ti. Allahu thot: "Më përmendni ju mua, ju përmendi unë juve." Kur të përmend Allahu ti, kjo është diçka shumë e madhe. Për këtë arsye e dim që namazi është prej ibadeteve më me vlerë tek Allahu Dhul Xhelal, sepse në vetëm mban lexim të Kuranit, mban dhikr, mban sejdë, mban qiyam e kështu me radhë. Mirë, po çka kanë thënë ulemaja, kanë thënë nga shkaku se ti kur e përmend Allahun, Allahu të përmend ti, dhe për këtë arsye Allahu xhashanu ka thënë: "Wala dhikrullahi akbar", dhe të përmendurit e Allahut ti çka të përmend është më e madhe. Jo fjalët të cilën ti e thu subhanallahu, apo alhamdulillah, apo Allahu akbar, e kështu me radhë për dhikreve të ndryshme, mirë pa ajo që ja ngrit vlerën dhikrit është se Allahu të përmend ti. Andaj për këtë arsye mufesirinët kanë thënë se dhikri shiquar nga ky aspekt është një prej veprave më me vlerë tek Allahu subhanahu wa taala. Me një ajet tjetër Allahu subhanahu na drejtohet neve besimtarëve, pra muslimanëve, dhe thot: "Ja ju alladhina amanu", o ju të cilët keni besuar. Dhe kur ceket në Kur'an "Ja ju alladhina amanu", o ju të cilët keni besuar, do të kemi kujdes se ose është diçka çka është ndalesë, e ndaluar rreptësisht nga Allah subhanahu wa taala, çka nuk duhet t'i afrohemi, ose është ndonjë urdhër çka duhet t'ia vëmë veshin mirë se çka na thot Allahu subhanahu wa taala. Këtu Allah xhashanu thot: "Ja ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira", o ju të cilët keni besuar, përmendni Allahun me një përmendje të shumtë. Dhe me ke bëjnë Allahun subhanahu wa taala dhikr sa më shumë. Dhikri më i madh është fjala la ilaha illallah, fjala e tauhidit, me anë të së cilës muslimani hin në islam. Thush la ilaha illallah, kjo është më e vlefshme tek Allahu subhanahu wa taala. Po ka dhe dhikre të ndryshme të cilët ne ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në qoftë se njeriu bën tasbih. Tasbih nuk është për qëllim tasbih apo ato rruzat të cilët numërohen tasbih, mirë po qëllimi është tasbih me madhëruar Allahun subhanahu wa taala, pra të thush subhanallah. Çka do të thosë kjo? I patëmeta është Allahu subhanahu wa taala, i lartë madhëruar është Allahu Dhul Xhelal. Ose të thush elhamdulillah. Elhamdulillah çka do të thosë? Falënderimi i takon Allahut. E falenderon Allahun subhanahu wa taala për mirësitë të cilët t'i ka dhënë. Gjithashtu ndonjëherë falënderimi i Allahut nuk bëhet vetëm me shprehje. Ndonjëherë bëhet edhe me zemër.
kur njeriu përgëzohet me ndonjë fëmijë ose me ndonjë pasuri që i ka ardhur risk nga Allah subhanahu wa taala, dënjerë thot elhamdulillah jo vetëm me gojë, mirë po këtë shpreh edhe me zemër. Sikur i kënaqet zemra e tij, edhe dhikri dënjerë bëhet pra edhe me gojë, edhe me zemër. Gjithashtu është edhe shprehja Allahu Akbar apo tekbir që thuhet, madhërimi Allahut subhanahu wa taala, kur them Allahu Akbar, themi Allahu është më i madhi. Sa i përket dhikrit apo të përmendurit të Allahut, si e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithet të cilët transmetohen nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë dhikr me dorën e djathtë të tij. Ibn Omer radiallahu anhu përcjell, thot raitu nabi sallallahu alaihi wasallam yaqidu bi yaminihi. E pas të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke bërë tesbih me dorën e djathtë të tij. Kështu ka qenë traditë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sidomos në dhikret të cilët janë të caktuara shariatikisht, siç është për shembull dhikri pas farzit, ku muslimani thot 33 herë subhanallah, 33 herë thu alhamdulillah dhe 33 herë thu Allahu Akbar. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam numrimin e ka bërë me anë të dorës së tij, pra ka hek tesbih me dorën e djathtë të tij. Kështu transmetohet nga Ibn Omeri radiallahu anhu. Njerit kjo është sunet i të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, kjo pra është më e vapë që ka njeriu të hek tesbih me dorë. Mirë po, e kanë cek ulemat, në qoftë se një njeri haron, apo është plak, dhe nuk e mban mend se sa herë ka thënë subhanallah, sa herë ka thënë elhamdulillah, sa herë ka thënë Allahu Akbar, a është kundërshtimi sunetit të pejgamberit në qoftë se ki i hek tesbih me rruza, apo siç përdoret tek ne tesbih, nuk është problem, sepse kjo është një mjet me të cilin njeriu e përmend Allahu subhanahu wa taala. Mirë po përderisa i ka mend edhe nuk haron, atër është legjislative që ka dhikrin të ban me dorë, sepse kështu ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po në qoftë se dikush nuk ma mend, atër tolerohet të bëhet dhikri edhe me anë të tesbiheve, sepse qëllimi është të përmendet Allahu subhanahu wa taala dhe nuk është diçka që dëshiron të afus në islam, diçka të reja apo ndonjë bidat i nënshmuar, për të cilën këtu në këtë aspekt qëllimi është i mirë dhe bëhet për arsye se nuk ke mundësi ti marrësh mend se sa herë e përmend Allahu subhanahu wa taala, bisedohet për dhikret të cilët janë të caktuara me numër nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye pra Allah subhanahu wa taala na thot në këtë ajet të Kuranit ta përmendim sa më shumë Allahun subhanahu wa taala, nga se njeriu i cili e përmend Allahun dhe ai i cili nuk e përmend Allahun, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam në këtë kontekst e ka cek një hadith ku thot se shembulli i atij i cili e përmend Allahun subhanahu wa taala dhe shembulli i atij i cili nuk e përmend Allahun subhanahu wa taala, thot mathalul hayy wal mayit, sikur shembulli i të gjallit me të vdekurin. Pra një njeri që ka e përmend Allahun xheleshanuhu ve xhelaluhu vazhdimisht llogaritet si i gjallë tek Allahu subhanahu wa taala. Një njeri që nuk e përmend Allahun llogaritet sikur i vdekuri. I vdekuri edhe me dësht të përmend Allahun nuk ka mundësi të përmend, mirë po neglizhenca e këtij e çon çka edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ta quan si njeri i vdekur, pra çka nuk e përmend Allahun subhanahu wa taala. Njështu edhe zemra që e përmend Allahun xhaleshanuhu është zemër e gjallë. Zemra e cila nuk e përmend Allahun subhanahu wa taala është sikur zemra e vdekur. Në ajet tjetër të Kuranit Allahu subhanahu wa taala e cek dhe thot ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub, me të vërtet me të përmendurit e Allahut zemrat qetësohen.
Ka ndodhur një herë me njërin prej atba'ut tabi'in, Sufjan ibn Uyayna, nuk e ka pas historikun në fillim të jetës së tij të mirë, pas një kohë u zon Allahu xhaleshanuhu dhe pranon islamin ashtu siç duhet. Para kësaj Sufjan ibn Uyayna, para se të fillon të merr dije dhe të merret me dijen e hadithit, një ashtu llogaritet edhe një prej zahidëve apo asketëve të mëdhenj në islam, njeriu i cili është veçuar me adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Në fillim të jetës së tij, kur ka qenë i ri, ka qenë si plaçkitës i karavanave apo plaçkitës i rrugëve. Dhe ka qenë me emër në atë kohë, çdo kush që ka kalu në atë rajon, janë mundu të mos i kap në atë vend, sepse çdo kush e ka cek, keni kujdes prej filanit se ai mund t'ju plaçkit edhe t'u merr çdo gjë të cilën e keni me vete. Edhe një ditë prej ditësh e dëgjon ajetin kuranor, Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub, me të vërtet me të përmendurin Allahut zemrat qetësohen. Andaj shpesh njeriu kur është nervoz edhe i hip shejtani, duhet ta përmendë Allahun subhanahu wa taala. Sepse ngacmimet nervozat dhikri i qetëson. Sidoqoftë kthehemi tek Sufjan ibn Uyayna dhe duke lexuar dikush ajetin kuranor, me të vërtet me të përmendurit të Allahut qetësohen zemrat. Para kësaj është ajeti kuranor, a nuk ka ardhur koha që ka muslimanët besimtarët të qetësohet zemra e tyre me të përmendurit të Allahut, edhe sikur Sufjan ibn Uyayna thotë, ki ajet ndonjëherë të kishte zbritur thot për mua. Sepse Kurani është për çdo kohë, nuk është vetëm për i shekullit 7 apo 6 siç thuajnë disa, është për çdo kohë. Allah subhanahu wa taala ka garantuar deri në ditën e gjykimit, sepse është ligj i zbritur nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Kur e dëgjova këtë ajet, Sufjani rahimahullah thash, me të vërtet ka ardhur koha që unë të kthehem Allahut dhul xhelal dhe të mos i plaçkis më njerëzit, pra të mos vjedh dhe të mos mirë me vese të këqija. Pasi që u pendu Sufjan ibn Uyayna, natën i pa disa njerëz të kalu rreth vendit ku rinte Sufjan ibn Uyayna, edhe çka thanë, të kalojmë më shpejt, këta kalimtar të rastit, të kalojmë më shpejt për këtij vendit, se të mos na takon Sufjan ibn Uyayna me shokët e vet, edhe të na plaçkis. Atëherë ki ju del para edhe thot, mo Sufjan ibn Uyayna nuk është ai cili ka qenë përpara, jam pendu tek Allahu subhanahu wa taala, saqë deri në kohën e sodit ka fjalë të urta të Sufjan ibn Uyaynas, gjithashtu kur flitet për ibadetin në islam, në çdo nuk është e patjetërsueshme të ceket Sufjan ibn Uyayna, sepse ka qenë për atyre të cilët e kanë përmendë Allahun subhanahu wa taala, janë dalluar me ibadet ndaj Allahut dhul xhelal. Gjithashtu sebeb, shkak çka të udhëzohet Sufjan ibn Uyayna ka qenë dhe ky ajet kuranor i cili flet për dhikrin. Gjithashtu këtu ndalemi tek diçka tjetër, kur një herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha një personit i cili hante me dorën e majt, ha me të djathtën. Sepse në hadithe tjera tregohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, la ta'kulu bish-shimali fa inna ash-shaytana ya'kulu bish-shimali. Mos hani me dorën e majt, sepse shejtani han me dorën e majt. Edhe njëri i cili ka qenë në prezencë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, kur e ka pa duke ngrënë me dorën e majt, i ka thënë, kul bi yaminik, ha me dorën e djathtë. Ki ka thënë, nuk mundi, o i dërguari i Allahut.
pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha mëstatat, mos paç mundësi asnjëherë të hash me të djathtën. Këtu tregohet një prej mucizeve mrekullive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, saqë transmetuesi thotë nuk kishte mundësi ky person ma ta ngren dorën edhe të han, sepse ju paralizu dora në vend. Kjo pse? Nga shkaku i kibrit, i mendemasis. Mendemasia është cilësi e shejtanit dhe kur mburret njeri shumë me veten e tij, ndodh çka nuk e merr këshillën për tjetrit se mendon se krejt çështjet i din. Prandaj, me një rast tjetër, çështja e të përmendurit të Allahut e largon edhe shejtanin. Në ditë prej ditësh, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka pa një dy vetë duke u shajt me njëri tjetrin, dhe njëri këtë tjetrin e ka shajt shumë ashpër. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë al-mutasabani shejtanan. Dy vetë të cilën të shahën me njëri tjetrin janë dy shejtana. I ka mundur shejtani këta di edhe nuk e vërejnë veten e tyre dhe sikur hupin kontrollën e tyre. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtu kur e pa këtë personin, siç tregohet në hadith, ai transmetuesi tregon thotë, saqë ishte frynë thotë damari atij të cilin e kishte shajt një person tjetër. Hoq, a mund të na i numëroni disa lloje të dhikrit? Llojet e dhikrit janë të shumta edhe pak parës e cekëm. Një prej llojeve e cekëm që është të bëhet me gojë, siç është subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar, e kështu me radhë. Gjithashtu këtu hin edhe falja e namazit është prej dhikrit. Leximi i Kuranit është prej dhikrit të Allahut subhanahu wa taala. Pse? Sepse Allahu subhanahu wa taala kur i thot Musës alayhis salam wa aqimis salata li dhikri, thot falë namazin të më përkujtosh mua, të përkujtosh Allahun subhanahu wa taala. Namazin e ka quajtur Allahu subhanahu wa taala përmendje të tij. Po ashtu këtu hin edhe leximi i Kuranit. Leximi i Kuranit është një ndër dhikret më me vlerë tek Allahu subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men qara harfan min kitabillah", kush e lexon një harf të librit të Allahut, një harf, një shkronjë, pra ose një gjerë, e ka shpërblimin 10 sevap. Edhe çka ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "La aqulu alif lam mim harfun", nuk them çka kur lexon muslimani alif lam mim llogaritet një harf. Lakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Elifi ka thënë është harf, llogaritet një gjerë në shkronjë, mimi është një harf dhe lami është një harf. Çka do të thosë kjo? Me thënë një herë alif lam mim i ke 30 sevap. Në qoftë se bëjmë një analizë. Në qoftë se thu vetëm bismillahirrahmanirrahim, 18 harfe të Kuranit, i ke 180 sevap. Sepse një vepër të mirë të cilën e bën, Allahu subhanahu wa taala t'i jep 10 sevap, 10 shpërblime. Në qoftë se e bën një gjuna, e ke vetëm një mëkat. Në qoftë se dëshiron ta bësh një gjuna, edhe pendohesh, nuk e krin atë gjunahin, e ke një sevap. Kurse sa i përket sevapeve dhe shpërblimeve tek Allahu subhanahu wa taala, janë prej në 10 deri në 700 e deri kështu me radhë, varet krejt prej niyetit. Në qoftë se njeriu e ka niyetin e pastërt, ibadetin të cilën e bën thjesht për hir të Allahut me sinqeritet të fortë, atëherë mund të shtohet edhe më shumë se në 700. Për këtë arsye, leximi i Kuranit ka shumë vlerë tek Allahu subhanahu wa taala, saqë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me një hadith të tij e tregon se në qoftë se dikush vjen në këtë xhamin, në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe i mëson disa ajete të Kuranit, me një vend e ka cek se është sikur vlera e mujahidit, ai i cili lufton për hir të Allahut, të jep edhe shpirtin për hir të Allahut subhanahu wa taala, apo në disa transmetime tjera ka thënë sikur ndonjëri prej jush të kishte një mish të madh të deves,
në atë vend ku ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka qenë e njohur devja, dhe devja ka shumë mish. Nuk është as si lopa, as si dhent, apo si delet. Çka specifikohen me pak mish, në krahasim me devën, e cila është shumë më e madhe se sa këta kafshë tjera, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë sikur dhe njëri prej jush të kthehet në shtëpinë e tij me shumë mish të devës, a është i kënaqur? Sahabët kanë thonë po. Në qoftë se njeriu mëson një ajet apo dy ajete, kjo është më mirë për të sikur ai ta din. Gjithashtu mexhliset e dhikrit, vendet ku përmendet Allahu subhanahu wa taala, vendet ku mësohet feja Allahu subhanahu wa taala, këta janë mexhliset të cilët janë në qëllim në hadithin ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot, hadithin të cilën e transmeton Imam Muslimi në sahihun e tij, me çtema qaumun fi bejtin min buyutillah, nuk të bohën një grumbull njerëzish në një nga shtëpitë Allahut subhanahu wa taala për ta përmendur Allahun Dhul Jalal, për ta përmendur Allahun subhanahu wa taala, pra ku flitet për Allahun subhanahu wa taala, ku flitet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mësohet feja Allahut Dhul Jalal, vetëm se tek ta zbret mëshira Allahut subhanahu wa taala, atë mexhlis e rrethojnë melekt, dhe këta njerëz i përmend Allahu subhanahu wa taala tek ai. Dhe këtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man bata'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu", dhe ai i cili nuk ka vepra të mira, nuk ka bën punë të mira, nuk i bën dobi origjina e tij apo nesebi i tij, sepse njerëzit tek Allahu subhanahu wa taala dallohen me devotshmëri, dhe kush ka frikë më shumë Allahun subhanahu wa taala, dhe jo se ki është i bardh, apo ki është i zi, apo ki është turk, apo ki është shqiptar, kështu me radhë. Tek Allahu subhanahu wa taala njerëzit janë të njëjtë sikur dhambët e kranit. Mirpo ajo çka na dallon tek Allahu është se kush ka frikë më shumë Allahun subhanahu wa taala, a është i bardh, a është i zi, pa marrë parasysh çfarë race është apo nacionaliteti, kjo nuk ka vlerë tek Allahu subhanahu wa taala, sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, inna Allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allahu subhanahu wa taala nuk shiqon në fizionomin tuaj apo në pamjen tuaj, mirë po shiqon në zemrat tuaja dhe në transmetim tjetër në veprat tuaja. Për këtë arsye, një njeri që ka e përmend Allahun subhanahu wa taala, këtu të marrim shembull edhe Bilalin radiallahu anhu, i cili ka qenë zezak, nuk ka qenë i bardh, ka qenë prej Etiopisë apo Habeshës, sot njihet me emrin shteti i Etiopisë, e ka pranuar Islamin, ka qenë mezini pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Këtu e cekim edhe dhënien e ezanit, kjo është prej dhikreve më të mira në Islam. Një njeri që ka jep ezanin ka shumë vlerë tek Allahu subhanahu wa taala, saqë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë për mezinët do ta kenë në ditën e gjykimit qafën më të madhe pranë të gjithë krijesave tjera. Allahu xhaleshanuhu e veçoi Bilalin radiallahu anhu dhe bani mezin të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pse? Sepse besoi në Allahun subhanahu wa taala. Në të kundërtën e këtij e kemi Ebu Lehebin, i cili ishte mingja i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk besoi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe është i nënçmuar deri në ditën e gjykimit. Gjithashtu në këtë kontekst do të kemi kujdes se tek Allahu subhanahu wa taala nuk arrihet me njoftësi apo me korrupsion. Tek Allahu xhaleshanuhu shkohet me zemër të pastërt, të sinqert dhe me vepra të mira. Prandaj Bilalin radiallahu anhu sot mas 1400 vjetëve përmendet. Pse? Sepse besoi Allahun subhanahu wa taala dhe ishte ai të cilit ju besu një dhikër, një përmendje e Allahut subhanahu wa taala, ku ti çon muslimanët të vinë në namaz, të thret për në namaz, dhe komplet ezanin në përmbajtjen e tij përmban dhikër ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kurse sa i përket asaj se dhikri si bëhet, pra e cekëm se ka dhikre të caktuara, siç është ajo në namazit
pas namazeve farze dhe ka dhikr në përgjithësi ku përmendet Allahu subhanahu wa taala në çdo kohë dhe në çdo vend. Hoxha, mund të na tregoni momente kur përmendet Allah? Momente të shumta apo kohëra të ndryshme ku janë legislative ku përmendet Allahu Dhul Jalal. Për shembull, disa raste i ka cek Allahu subhanahu wa taala në Kur'an është në mëngjes dhe në mbrëmje, i thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam përmend Allahun në mëngjes dhe në mbrëmje, ose ndryshe kjo quhet tek muslimanët dhikri i mëngjesit dhe dhikri i mbrëmjes. Këtu duhet cekim për shembull dhikrin pas farzit, të cilën e ka bën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Më një herë pas farzit ka thënë astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 herë. Çka do të thotë se kërkoj falje nga Allahu dhe këtë ka bën 3 herë, më një herë pasi që ka dhënë selam, selam aleikum rahmetullah, selam aleikum rahmetullah në të gjatë dhe në të mësh. Pastaj ka thënë Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Pos kësaj ka thënë la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani lima atait wa la mu'ti lima manat wa la yanfa'u dhal jadd minka al jadd. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. ولا نعبد إلا إياه له نعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرين. Këto i ka bën më një herë pas farzit dhe gjatë namazit të sabahut ka thënë 10 herë la ilaha illa Allah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Këtë ka përsërit 10 herë dhe pas namazit të akshamit. Namazet tjera e ka thënë nga një herë. Shpesh do një herë dikush i bën disa dhikre të cilët kanë me tradit tek ne, mirë po nuk kanë bazë në islam. I kanë gjuhë njerëzit, fjalë pas fjale, mirë po nuk ceken në hadithet autentike të sakta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe çdo herë kur mësohet njerëzit me një dhikr të veçantë, një kohë të gjatë, edhe në qoftë se ju thuhet çka kjo është prej sunetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, diçka që nuk e din ju duket si e re. E re është për ty se nuk i ke lexuar dhe nuk e dish. Mirpo kjo ekziston në hadithe të cilët janë shkruar të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam para shumë kohëve si qoftë të Buhariut, të Muslimit e kështu me radhë. Mirpo kur nuk i din njerëzit mendojnë se është diçka e re. Për këtë arsye, siç në fillim të emisionit të thash çka duhet të lexojmë më shumë edhe të shohim se çka është prej islamit, atë duhet ta marrim, çka në hadithet e sakta, çka është në Kur'an edhe në Sunet e marrim, çka është që ka ngel tradit apo e ka thonë dikush prej njerëzve të mirë, nuk merret ajo prej tij, sepse sevapi më i madh është një dhikr i cili përmendet në Kur'an apo e ka përmend atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj ndoshta kur i cekim këto dhikre, shumicës për njerëzve mund t'i duken të reja. Pse? Sepse nuk i din. Edhe njeri kur nuk din diçka është armik i saj. Për këtë arsye dhe Imam Shafiu rahimahullah në lidhje me këtë kontekst ka thënë kullama naqashtu aliman galabtuhu kullama naqashani jahilun galabani. Çdo herë thot kur kam polemizuar me njerin e ditur e kam fituar, çdo herë thot kur kam polemizuar me atë i cili nuk din më ka fituar, pse? Sepse nuk din edhe mundohet nëpërmjet ngritjes së zanit apo të folurit të tepërt ta mposhtë kundërshtarin e tij. Për këtë arsye, çdo herë duhet të përkufizohemi në dhikret të cilët i ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra i cekëm disa dhikre të cilët i ka bërë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam pas farzeve, pas asaj ka thënë 33 herë subhanallah, 33 herë alhamdulillah, 33 herë Allahu akbar dhe në të fundit të tij ka thënë la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Kush i thot këto ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe në herën e 100 thot la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir, i shlyhen mëkatet qofshin edhe sa shkuma e detit. Kjo tregon për vlerën e madhe të cilën e ka dhikri. Gjithashtu është prej sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pas farzit të lexohet kul huwallahu, suratul Ikhlas, Nas dhe Felek, pra kul udhu birabbil Felek edhe kul udhu birabbin Nas, pas çdo farzi lexon nga 3 herë.
Ndërsa në namazin e sabahut dhe në namazin e akshamit ceket në hadithe që lexohet nga 3 herë, sepse në mëngjes dhe në mbrëmje njeriu ka nevojë të bën dhikret e mbrëmjes dhe të mëngjesit, apo ta bën namaz ta bën dhikrin pas farzit, sepse kjo e ruan prej gjinëve dhe për krijesave të ndryshme, çka shpesh njerëzit të cilët nuk e përmendin Allahun subhanahu wa taala drejtohen tek hoxhallarët se kam smundje, kam dhimbje apo ka diçka të brendshme, pse e sulmojnë hexhinët apo xhinët të cilët ne nuk i shohim, dhe atëherë sikur fillojnë edhe luajnë me trupin e këtij njeriut. Për këtë është legislative çka të thuhet dhikri i mëngjesit edhe i mbrëmjes, sidomos ajetul kursia apo Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum deri në fund. Kush e lexon kët, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush e lexon pas çdo namazit farz ajetul kursin Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi idhni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyu samawati wal ard wa la yuduhu hifdhuhuma wa huwa al aliyyul azim. Deri në fund pra e lexova. Kush e lexon kët, nuk e pengon kët njeri të hyjë në xhenet përpos se vdekja. Në qoftë se e fal farzin, nuk e lexon ajetul kursin edhe vdes, kjo mund ta pengojë këtë person të mos hyjë në xhenet. Përndryshe, në qoftë se e lexon ajetul kursin çdo herë pas çdo namazit, automatikisht njeriu në qoftë se vdes hyn në xhenet. Andaj gjithashtu është edhe kur të bjen të flen njeriu, ta lexon ajetul kursin, kul udhu birabbil falak, kul udhu birabbil nas edhe kul huwallahun, edhe t'i frin komplet trupit të tij, sepse shpesh ankohen njerëzit se shohin ëndra të trishtueshme apo ëndra të këqija kështu me radhë, sepse këta janë ngacmimet të gjallit për të cilët pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë njeriu kur bën të flenë, një shejtan i vjen tek veshi, ne nuk e shohim, mirë po bëlbëzimet e tij dallohen kur njeriu haron ta përmendë Allahun apo nuk nën kur një dove dhe bjen të flen. I vjen të veshje dhe i thot mëse përmend Allahun. Ose ka kohë. Ma vonë dë këndosh dë një dovë. Në të njëjtën kohë i vjen edhe meleku që ka i thot përmend Allahun subhanahu wa taala. Për këtë arsye në hadithin e gjatë të Ebu Hurajrës, është një hadith i gjatë të cilin transmeton Ebu Hurajra, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur i ka folë Ebu Hurajrës shejtanit 3 ditë i ka ndodhur njëjti rast, dhe në fund shejtani i thotë Ebu Hurajrës, sepse Ebu Hurajra ka thënë do të çojë te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nga se shejtani ka vedh prej pasurisë së zakatit e cila është të bu tek muslimanët në atë kohë. Dhe çka thotë në fund shejtani i thotë Ebu Hurajrës, në qoftë se më lëshon, thot, nuk më qënë të pengamerit, dhe të mësej diqka. Hadithin e transmeton Imam Muslimi në sahihun e tij, çka thot, në qoftë se bish të flensh, edhe lexon Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum deri në fund ajetul kursin, thot, je i mbrojtur deri në mëngjes nga shejtani. Edhe vjen Ebu Hurajra dhe i tregon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shiqeni se sa i drejt ka qenë i dërguari i Allahut, çka ka thënë, sadaqaka wa huwa kadhub. Të vërtetën e ka thënë. Mirë po, ai është renavec i madh. Ren shumë. Në këtë rast vërtetën e ka thënë, çka ka thënë pra? Ka thënë se në qoftë se njeriu bjen të flenjë dhe lexon ajetul kursin, shejtani nuk i bën dëm deri në mëngjes, dhe Ebu Hurajra nuk e ka ditë se me kë ka biseduar 3 net rresht. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thotë Ebu Hurajrës, a din se me kë ka biseduar? Thot Allahu dhe i dërguari i tij e din musamiri, thot ai ka qenë shejtani. Andaj, nisur nga ky kontekst, muslimani i cili çdo herë përmend Allahun, e fal namazin, rin me abdes, nuk ka mundësi tek ai të dëpërtojnë xhinët, sepse është i mbrojtur nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Për këtë arsye çdo herë të dhikrit e mëngjesit dhe mbrëmjes janë edhe se njeriu fiton sevap, mirë po edhe mbrohet prej krijesave të ndryshme çka njeriu nuk i shef, wallahu alem. Hoq, në fund disa shembuj të dhikrit. Shembujt e dhikrit, një për atyre, pra e cekëm edhe pak përpara, është dhikri
pas farzeve, gjithashtu ka dhikr kur njeriu bjen të flej, gjithashtu ka edhe dhikr kur njeriu e përmend Allahun jashtë WC-s, për shembull, bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith, o Allah, kërkoj mbrojtje prej teje, mund ta thosë edhe shqip, ai i cili nuk e mban mend arabisht, kërkoj mbrojtje nga ti prej xhinët, qofshin ata meshkuj edhe femra, sepse shpesh ka ndodhur, domethënë, tek njerëzit që kanë marrë vezvese të ndryshme, apo siç thuhet ograk nga shkaku se në vendet e fliçta rrin xhinët. Për këtë arsye, para se me hi, jam rënë në WC, e thu këtë dua. Këtu duhet të cekim edhe atë se nuk tolerohet në vendet ku janë edhe WC edhe ku mirët abdes, të përmendet Allahu, në qoftë se dëshiron të thush bismillah, e thu përpara se me hi, edhe hin me këmbën e majt, kur del me këmbën e gjatë. Gjithashtu njeriu edhe kur hin në xhami ka dhikr apostafat për këtë çështje, po ashtu edhe kur çohesh prej xhumi, edhe kur bie në xhum, ka dhikre të ndryshme të cilët na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nga shkaku i kohës nuk mund t'i përmendim të gjitha, për këtë arsye libër më i vlefshëm edhe më i mirë çka e ceka, çka i përmbledh krejt këta llojet e dhikrit, është libri Buroja e muslimanit, ku i ka të gjithë dhikret të cilët i duhen njeriut në jetën e vet. Lutim Allahun subhanahu wa taala të na bën për atyre të cilët e përmendin Allahun subhanahu wa taala kur janë shtrim, kur janë ram, kur janë mbështetur dhe kur janë në kamp. Muslimani çdo herë, në çdo rast mundohet edhe e përmend Allahun subhanahu wa taala. Lutim Allahun subhanahu çka ky dhikr të cilën ne e bëjmë, përmendim Allahun, të bëhet nur edhe dritë për ne në ditën e gjykimit. Gjithashtu e lutim Allahun subhanahu wa taala për mirësitë të cilat na ka dhënë, e lutim Allahun subhanahu wa taala me duat me të cilët është lutur i dërguari i sallallahu alaihi wasallam. Kërkojmë mbrojtje nga Allahu me ata lutje me të cilët ka kërkuar mbrojtje i dërguari i sallallahu alaihi wasallam. Allahu ju shpërbleft për mundin që ka e bën. Hoqë, faleminderit që ndajtët kohë të jeni pjesë e këtij emisioni dhe lutim Allahun azza wa jall që ju shpërblej me xhennetul firdaus. Amin, gjithashtu edhe ju vallai ju shpërbleft. Shikues të nderuar, kjo ishte e gjitha sa i përket këtij emisioni. Ne këtu do të ndahemi, bashkë takohemi në emisionin e radhës. Deri atëherë qofshin në mbrojtje të Allahut subhanahu wa taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أمي حياتي وجنتي، انت عيوني وبسمتي، حبك شعاع بموجتي، والشعر من حبك يسيل، والشعر من حبك يسيل.